محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vetëm Allahun e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë, falje, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut, salavatet dhe selamet e tij qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjitha ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sigurisht po e vrejmë se nganjëherë zemrat po na ngurtësohen, po bëhen siguri. Nganjëherë po e shohim se nuk po i ndjejmë ngjarjet apo zhvillimet, edhe asnjëherë nuk po na bojnë përshtypje urdhzo filani, o plagas filani, o mëtë filani, vdiq filani, kur fan ndikimi s'pa ka. Lexojmë Kur'an, s'po ndikohen zemra. Dëgjojmë Kur'an, s'po ndikohen. Dëgjojmë këshilla, derse, nuk ndikohen. Disa zemra janë botë të ngurta, s'po dëpërton sena të hiç. A është kjo problematik të një pjesë e besimtarëve? Është problematik. A është kjo shqetësuese? Është shqetësuese. Se vallahi i kanë pas zemrat e buta, e i kanë pas zemrat e mirë baballarët e nanat tona, gjëshet edhe gjyshet, pe marrë asnjë fjalë vesh të Kur'anit Kerim, kur lexu Kur'ani kanë çajt. Amo nuk e ka marrë vesh asnjë fjalë. Tash edhe e kupton, edhe nuk i bën përshtypje fort. Çish me zbut zemrat, çish me kthyat ndjenjat që kena pas përpara. Që një fatkeqësi një spro me pas në fshat apo në qytet dikush, krejt janë mobilizue, krejt janë solidarizue, krejt çka janë mërzit për një fatkeqësi që i ka ndodhur dikujt. Ka një mënyrë, ka një metodë të nderuar vëllezër. Dhe ajo është përmendja e Zotit edhe me ndajt në vende ku përmendet Zoti. Në ato vende që quhen me gjelis e dhikër, që do të thot ku vendet apo me gjliset ku përmendet, ku kujtohet Allahu te bareke wa taala. E tash, nëso me gjlise për rinjët javës, që aty ku po përmendet Allahu, ku po folet fjale Allahut, ku po shpjegohet fjale Allahut, ku po folet fjale e pejgamberit, ku po shpjegohet fjale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nas një, po normal që të bëhet guri zemra kejt pasha Zotit. Valla një po rri, po një bre pak është. Dikush ma me ëndje, ma me qef shkon rrin kafeteri, e ndron ka 2, 3, 4 brenda ditës, ama gjatë javës nuk monet një ders me shku me ngu dikon në një xhami ku mahet dersi. E ta ne mas veti po dojna me lon emnen, e po dojna me lon histori, jes ki me lon kur gjohesh valla. Veç ki me lon një guri që aty emnin, be emni, lindi filan vitin, vdish filan vitin edhe kry muhabeti. Edhe ki me u harrua. Vlazen, ata që ka lon emna, e na që mësojnë për librave të tyre,
E disa herë e nun gjatë javës në qëto mezliset e dhikrit ku përmenet Allahu, ku shpjegohet Kur'ani, ku shpjegohen hadithet e pejgamberit s.a.s. Prej 10-ve deri 20 derse gjatë javës i kanë ndjek. Mas sabajt të ky hoq, mas dreke të ai hoq, mas ikindije të ai, mes akshamit e jatësis të ai, mas jatësis të ai, mas ai të ai, 10, 15 deri 20 derse me i ndjek vllazën kogja shtirë gjatë ditës. S'pa thëm gjatë vitit, as gjatë mujt, as gjatë javës, po gjatë ditës. 10 hoxhallar, 15-20 me shku me ngua. E jo nuk po mëne një herë njavët me shkue, se këtu në Prishtinë në ashta në i gjami ka 2 herë, po zakonisht ka 1 herë. Ka 1 herë jenë. Edhe këtë këtë qyteti i ka nja 13 ose 15 derse gjatë javës. Jo gjamia jonë, po këtë këtë qyteti i ka nja 15 derse. E ti do të më mundu me prezentu bile në disa prej tyne. Për ata, Ebu Hurajra radiallahu anhu thot një dite të nejt me pejgamberin alayhi salatu wassalam, i tham pejgamberit, oj dërgumi Allahut, oj dërgumi Allahut, na kur përjena me ty zemrat e buta, kur përjena me ty po knashmi, kur përjena me ty vetë xhenetin pe ndrojmë edhe për të po flasim, edhe po punojmë për xhenetin. Mirë po, kur po shkojmë shtëpi tona, po shkojmë me gratë tona, e po i shohim fëmijët e përqafojmë, e po ja marrëm atë aromën e këndshme që e kanë, po i harrojmë kogja do sene që po i mësojmë të te, e çka po i bojmë kur jemi me ty. E dini çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E po tha, sikur mos i shkon qashtu, e ti shikon krejt në rregull, qysh po jeni me mu kur po jeni të ndajt, juve ju këshin dalë me lachet, engjëjt në rrugë ju këshin folë për dore. Qashtë mije që jemi. Në rrugë me lachet ju këshin dalë, ju këshin përshëndet për dore. Po ta nej kur shkanit e shpia, habiti pak me gruën, pak me fëmijën, pak me ato, tash paramendoha tër televizor, ajo, radio, ajo, internet, ajo, kur që s'kam pas, po ju ka i ka pak koha. E që tash të na, për vallajt, pa dalë për i gjamis, në disa xhamia edhe në hyjtë be hoxha të spjegue, këtu të na jo, alhamdulillah, s'njes është telefon, shumë mirë, mashallah, po në disa xhamia haposh, po pështetë, tha edhe tam telefon, edhe të keha, të ja bo me dorat, kujt june çka bojnë, zotë e din. Hinë xhami, veç që me përmen Allahun, e me kënu danë, e me ecë për para, e me i falë 2 rekate, e me përcile zanin, në ka me një herë, të hinë xhamin, rëzohet shkallë dhe pse i ka shku dikush. Sënete para sabahi, para dreke, para ikindije, para akshamit, para ecije, i kanë hje krejt, dhja për shifni disa. Si kanë hjek për i devotshmëris, as si kanë hjek për i dijes, për i kanë hjek për i kujt, për i gjënaha, për i gabime dhe për i ignorancës. Se vëllaj, çdo namaz, si thirë e zani, ka të sënet për para. Që ashtu në kam su pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe shejtoni për i pret të dera, të rëgë, qka punën para se me hi namaz, si a mundësën me ngu e zanin me përcil, që është sunet i fort me përcil e zanin, edhe me thonë që shtët me i zini, edhe në fut me kënu donë, qka bëhet? Kush e përcil e zanin, edhe kënën donë e zanit, qka? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, halet shefaati yawm al-qiyame, aja ka halal ndërmjetësimin tim ditën e gjykimit. Tash leqi se kanë guë zonin edhe me bodan heq, qohën këta 2 vjetrit Allahu i rujt, me i falë 4 para drekes, një pjesë e 3, jo krejt, s'pe i përgjësaj, të bollaf, e dashtën të në gjami, a qash i ligën një her një dhësë më në mërë kanë shpe me shti, e dini pse se tutet me i gruës, edhe aje bë ka bëllë edhe hizmet me i po, po s'gut zanë, as me thirë 2 vjetrin, as 3 unë atë kërkan. E tanaj, pse mi falë sunetet e drekes të konë me folë me kojshie me gjematë. E shejtoni rrin gati aty, tak, deri në farz. Kur të fillon farzin, largohet pak shejtoni, apet i shkan në farz. Edhe i përshpërit. E ke lon kjerin mirë se ti ke kjerin e shtajt, mos po ta preku, mos po ta grithi, se njënit ta kisha fru për mas. Ky tjetri
ai kom shelë më dyrt ajo namaz më nuhet pikoj më apo pip se ju vezvese ju ka bëj ke po dikush parking ka 3 hera 4 më shel kerrën ko ishi mirë ki s'dibe më ka po vezves pse se malli këtu në zemër e do shumë e do të më mshel tanaj këtu fal thet më regluja sa do po përgatit në sena ja fëmia ja nar pe shkolla me shku me mohra 4 recate jashtë te kerrit te gruaja te fëmia këta që kanë biznese punëtor ta janë tu punuar tash punëtorët e prunen mallin, e çun mallin, e bënin këto, a ka marrë me shteri që tash mas xhumoja s'kam. I shkon krejt ku hakullon farz namazit, ku jashtë. Kur të imami selam, habitet të të i falë, amore 4 sa i falë, pëse si kanë shku shpejt. Tash ti prap se le shejtani rahat. Jep selam, qohet shpejt thu që ka në rast deke, që po gutesh Allah, ka po shkan, po shka i shpe, po pse po gutesh, po masit e selam janë do regulla. Do të me raj stikfar me i kërku falje Zotit, me knu datë që i ka knu pejgambera dhe i selam mas farzit, me bo dhekrin që i thujmë flesh me i bo të spit. 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Pastaj me këndu Fatih, me këndu kulhu Allah një herë, feleku një herë, nasi një herë. Pastaj që është e falë sunetin, mas gjumoja, mas dreka. Pas se lene e ka flarë, runa zë. E vallaj këto zebat në gurta janë, këto s'dia s'u shfalen. Se vallaj po ne bojmë pyetjen po ato është më falë, pa falë, apo pas pendjej. Inshallah s'ma bje Zoti, ashtu se ma mirë me ma marë shpirtin se mos me ndje namazin. Po vallaj e ndje dhe knash në bile. E ndje dhe knash në namazin. Elhamdulillah se me ka shë ma i mirë. Në këta mush shpirtin me energji e me vullnet e me dashti ndaj Zotit si shta mush namaz. Andaj të ndërrua vllazër pra prezentoni këto mezhlise të dhikrit, unë s'po them mezhlise të dhikrit që kur ata që mbledhen e bojnë hu Allah kështu ashtu. Jo, në vetin nderse të ndryshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij ishin përkushtuam me nejtë këto mezhlise të dhikrit, përmendje se Allahu te bareke ve teala dhe çka e këshillon njëri tjetrin. I këshilloi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu e ka shu pejgamberin çka lajmëtar, përgëzues, po edhe çka edhe çortues. Edhe Allahu Teala thot: "Ya eyyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira." Që do të thot, o pejgamber, ne te kemi dërgu ty dëshmitar, kemi dërgu ty qka përgëzues, edhe qka paralajmrues, apo mi autorhjek vrejtë njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka mësuar pra përgëzimin që është inkurajim apo nxitje, stimulim për punë të mira, dhe paralajmërimin që nën kupton me pas kujdes edhe me pas frikë që mos me kalu kufit e Allahut te bareke ve taala. Dhe këshillat dhe mezhliset që i ka përmendur Abu Huraira, që përmendëm në fillim, janë ato të cilat ndikojshin në zbutjen e zemrave të besimtarëve. Në zbutjen e zemrave të besimtarëve musliman, sepse zemrat zbuten nga përmendja e Allahut, e Allahu thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ela bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Çfarë do të thot? Ata të cilët besuan dhe zemrat e tyre u qetësuan duke përmendur Allahun. Vënë re. Do të thotë vënë re, hapni syt, keni kujdes. Me përmendjen e Allahut qetësohen kush? Zemrat. Qetësohen zemrat. Akoma mirë përmendjet e Zotit se sa me ul atë me fol çka ka thonë Allahu te bareke ve taala. Po ashtu mezhliset e dhikrit ku përmendet Allahu shtohet imani. Allahu Teala thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana." Çka do të thotë kjo? Vërtet besimtarët janë ata të cilëve kur ju përmendet Allahu, ju rënqethen, ju dridhen zemrat e tyre.
Kur i thu ka thonë Allahu i madhruar, me njëherë zemra është e gatshme. Qka me i hap horizontet, me këshyr ka po i vjen ajo që ka thonë Allahu te bareke ve taala. Zemra është e gatshme me i hap syt, me këshyr çka ka thonë Allahu te bareke ve taala. E këtyre besimtarve, kur ju lexohen ajetet e Kuranit, Allahu po thot çka zadet hum imana, ju shtohet imani, ju shtohet besimi, wa ala rabbihim yatawakkalun, edhe në fund taj mbështeten Allahu te bareke ve taala. Andaj të nderuar vëllezër, freskoni zemrat tuaja, se po him tash sezonin e ngratë apo sezonin e nxehtë, kemi nevojë kur të këqijat e kanë vërshue këtë vend, edhe janë përhap shumë, atëre kemi nevojë me nejt aty ku promovohen të mirat, edhe ku po përhapen të mirat. Për ndryshe kanë me ngurtësu zemrat, inshallah nuk e mrim atë kohë, e kanë me bët ngurta sikur të këta tjerë që i kemi kë ishe lak nina, ka veri anena, që veç kur desnë e kush se kuj ven si bjen për kërkën heq. E të një që ka popoj që vdesin një nga një dhe si merë vesh kërkush në ashta mas 2-3 dite, bile mos me qilu në i qenë aty në lagja apo në ndërtes, e me janë një erën, asë të dikush që u dek, anë njëri që 3-4 dit veç ka shku në atë dynja. Pse, kuj ka familjarët, janë ngurtësu zemrat, që interesan heq. Wallahi nuk po du me artën, apo këtë që ashtu po shkojmë, sa që po e thamë shpeshet të ndëruar lazën, shqyqyro zot që e kelon dek, e në po shimi që të ndek. E pamja nuk është e caktuar me fesë, më është një ditë, 2 ditë, 3, më është asë një heqe, kur farë problemi së është. Po në po thëmë, mira, për që po ka të pame, se se po shimi pak me këta gjallë që të, se mësë me pas të pame, së po shi e shiq. Edhe shqyqyro që i kemi 2 bajrame, fitër bajramin, e kurban bajramin e po shimi me akrabae, me fare fysë, me kujshi me këta tjetë, më tash për bajram së më shkën kërkush të kërkush, veç që për rejthi ma i ngusht. E mos me konë deka, edhe që ato të pamet, edhe për qëto bajramet, atë po me sinqert, ku shimin? Po që të në gjamina falmi 5 vaktet, gjysën e gjematit nuk për njëf. As të fol, as të afrohet, as të kalzën, e du të me i vetë, të jagjit, kuj, që të banaj, të vla, që të du të ka një, se ty bët lajmërohen kur heq, si më falë mas priftit edhin, jo mas hoqës, po si mas priftit, si interesën, bile një selami adhon imamin, për në kurëci zemrave, jo për devotshmëris. I ka dek baba, kur të pa ish aty në shty, a baba jëtë, po pëse s'ka të zove, jo, pa që me të bo kare. Pa sa bre kare, se njëherë des baba, s'des 2 herë. E kun pas një haxhi, edhe mos pëndzeve në ti kërkush hiq. Allah i më shiroft. Qka ndodhë ke këtu në gjemat, haxhi Muharrej më ka dzeke, filanit, ju ka s'mu baba, filanit nana, filani u bo baba, ka një djallë, filani e ka një vajzë, filani spital, filani kështu. E në me mojshëm një farani. Desh haxhia, deshen ato tradita se mo kër kush po të lemran. Kush po të lemran për babe, për nanë, bile po më thujnë do, po që pa tani, në që hajtë mëse bëtë madhe. Po i gjemat bre kun pas, e pash një gjemat që aty vjetë, 5 vaktet ka ardhë, jurë të kanë një plak i mirë. Edhe djali këto, pëse s'më ke kalëzu pa hoqë, vallaj, tona kare eqë. Po sa bre kare, një herë për des baba. A me bo me dek, baba është da ditë, mësë më thërë se s'mëj me është da ditë. A mo një herë njetë me dek, ose 2 herë, ose 3, isha ardi qysh. Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft gjendjen tonë dhe gjendjen e xhamatit tonë dhe të muslimanëve, Allah e përmirësoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله.